Ndërsa nga ana tjetër politikanët bëjnë biznes me mandatet që ja ka dhënë populli dhe duan të pasurohen në mënyrë të padrejtë. Politikanët duan të rinë përjetësisht në pushtet, bizneset duhet të rritet në kurrizë të varfër sa më shumë. E qartë. Mirë, megjithëse e keni parë, besoj që protesta e fundjavës u parapri nga një votim që u bën në parlament për firmosjen e një marrëveshje ku zoti Rama me emër dhe mbiemër do të bashkohej në marrëveshjen e Bordit të Paqes, nisën kjo e Donald Trump. A shihni ju skenar të një lufte fiktive mes opozitës dhe mazhorancës, profesor, përsa ko në fakt protestohet apo hidhen molotov ditën e shtunë, të enten kanë mundësi të votojnë dhe të bashkojnë votat me Ramën, pra është një histori që duket që i ka mërzitur në fakt shqiptarët. Është një film që e dim fundin. Me një analizë jo thjesht si socialist, po si studius i lëvizjes politike të vendit tim. Këtë do të isha në vend të opozitës, do të kisha abstenuar për shkak të luftës që kishin bërë, sepse e çuan vetë deri në atë pikë sa do të ishte vije kuqe, do votonin apo jo. E dyta tregon një ndrojtje që si do të reagojë Trump, që është presidenti i Amerikës dhe duhet të respektuar, por këto nuk janë votime thjesht për Trumpin, këto janë votime që bëhen thik me dy presa do të ishte vërtet në fakt. Kështu që nuk do të kishte asgjë që të abstenonin. Dhe nuk do të ishte keq as për Shqipërinë, sepse nëse nuk abstenojnë dhe për probleme që janë shumë agresiv për një kohë relativisht të gjatë, do të thotë që demokracia nuk funksionon dhe ata vetëm përshtaten me momentet dhe krijohet bindja sikur gjithmonë fitoria do na vijë nga jashtë. Nuk ka më. E para presidenti Trump e ka ndryshuar pozicionin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në raport me vlerësimet për demokracinë. Dhe sekretari i shtetit ka urdhëruar ambasadat që të mos bëjnë më në çdo vend të botës, vlerësimet pozitive apo kritike për gjerjet. Kështu që opozita duhet ta kërkojë fitoren duke krijuar besim këtu. Fakti që votoi për një gjë që në gjuhë popullore kishte përshtyr aq shumë, i ul kredibilitetin. Kështu që nga ana tjetër unë nuk kuptoj në këndvështrimin dashamirës përse kryeministri i vendit tim pasi dhe mori votat e opozitës ishte atë gjuhë aq vulgare ndaj opozitës. A ishte një poshtërim që i bëri opozitës në parlament që ju do të votoni duke ja kërkuar këtë me ngulm në fakt? Ju do të votoni për emrin tim? Shiko, poshtërim politik, se nuk po flasim për lidhje personale. Për mua ishte një qëndrim përçmues. Nëse Rama mendon se fuqia e tij është dhe do të rritet me Taulandin në krah, duke përçarë, duke komprometuar dhe duke e bërë sa më të dobët opozitën e vendit tim, kjo nuk është keq thjesht për opozitën, kjo është keq për qeverisjen e vendit, sepse ai s'ka marrë një oponent, sepse gjitha institucionet kushtetuese i ka ai në dorë. Dhe në këtë rast, në politikë thuhet që edhe nëse nuk e ke një oponent ose një mendim kundër, kur je në lidership të vendit tënd, nuk po them kryetar partie, sepse aty demokracia është shumë e rëndësishme dhe përcakton cilësinë e qeverisjes. Po them si kryeministri i një vendi. Po. A të parin gjë që duhet bënte Rama ishte t'i falenderonte. Duke i përçmuar aq shumë, duke thënë që ju në një mënyrë lëpit atë që përshtyt, e mban zjarrin të ndezur. Dhe po shikosh për atë qëndrim reagim aq jo etik të Ramës dhe aq përçmues, protesta e fundit ishte më masive se të tjerat. Kështu që mos e ço situatën e debatit politik në një luftë epitetesh përçmuese. Falenderoj dhe një opozitën kur të bashkohet me hira se me pahir do të Rama, uli gjatrat me opozitën, sepse bllokimi i parlamentit e gjatë kohës së rilindjes. Ju e mbani mend, me bilbila, me fryra, me bllokuar foltore. Me 3 ligjet e famshme. Greva, konceptin e bllokimit të jetës të vendit ka lidhur nga organizata mjaft në vendin tonë, mosbindjen civile, që në thelb është teoria politike e Gandhit në Indi, që shkëputi ndihmë nga Anglia vetëm në mënyrë paqësore. Protesta të ashpra ka pasur edhe rilindja. Kështu që çfarë të mbjellet do të kohësh. Nëse ti si lider investon për një ambient më të qetë politik, mendoj mirë kur je në opozitë, se do të vish në karrigen e atij tjetrit. Dhe mund të përplasesh me të njëjtën kulturë politike dhe me të njëjtat veprime agresive. Në qartë.
Mirë, nga gjithë kjo situatë, duke përmendur edhe bordin e paqes,